Sipas Eurostat, emigrantët shqiptar kanë dërguar rreth 1.4 miliard euro në Shqipëri gjatë vitit 2024, më shumë se shifra prej 1 miliard euro që raporton Banka e Shqipërisë. Këto remitanca janë kryesisht para të dërguara te familjet, pa kundër shpërblim dhe mbeten një burim i rëndësishëm për ekonominë shqiptare. Sipas vendeve, Italia kryeson me 370 milion euro, ose 26% të totalit. Mbretëria e Bashkuar ndiqet nga 243 milion euro, Gjermania me 231 milion euro, Greqia me 202 milion euro dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 159 milion euro. Në total, Shqipëria ka marrë rreth 2.1 miliard euro nga transfertat personale dhe kompensimi i punonjësve, ku 68% janë remitanca emigrantësh. Të dhënat tregojnë ndryshime në gjeografinë e migracionit me rritje të rolit të Britanisë dhe Gjermanisë krahas Italisë në mbështetjen e familjeve shqiptare.